në darkë do kemi ata të cilët ne i quajmë të jashtëzakonshëm tek këtij eventi. Stuntman Industries. Do jenë të premte në darkë? Ato janë të premte në darkë, të shtunën në darkë, të dielën paradite. Pra, kur flasim të premte në darkë, prej orës 7 deri në orën 10 të mbrëmjes, ato do na demonstrojnë shmëndurinë automotive. Do të doja të ndalesha pak sepse janë një grup shumë i rëndësishëm. Improvizuesish me këto mjete, motomjete le të themi. Edhe automjete, dhe motomjete. Nëse do të kujtoni ndonjë skenë nga Mission Impossible 3 apo John Wick, janë pikërisht pjesë e këtij grupi, Stuntman Show, Industries. Tani, çfarë konkretisht do të sjellin për publikun? Të kuptoj. Vlen për të thënë që ata janë 6 herë fitues të Guinness World Record. Dhe që në fazat e para të përzgjedhjes së tyre si pjesë përbërëse e këtij panajeri, si ndër elementet më kryesor për të sjellë diçka që publikut shqiptar i mungonte. Pra, gjithmonë në çdo edicion ata ne munduar të sjellim diçka ndryshe që publikut i mungon. Ata për nga vetë disiplina që ofrojnë është një miksim i disër komponentësh. Pra, manovra, teknika të mrekullueshme profesionale në menaxhimin e automjeteve dhe motomjeteve në kushte ekstreme, por gjithashtu duke na demonstruar se përmes kontrollit që ato kanë, mund të realizohen të tilla skena. Pra, ato do jenë të kombinuara me disa elementë vizual të mrekullueshëm, me elementë piroteknik gjithashtu. Çka do e bëjnë magjike të gjithë spektaklin. Pra, për më shumë, besoj se ka një interes për këtë. Kjo intervistë transmetohet edhe të shtunën në radio dhe do doja që oraret e sakta kur do të performojnë Stuntman Show në Panajër. Po, siç e thash, domethënë ata fillojnë të performojnë që në datë 22, 23 dhe 24. Në datat 22 dhe 23 ata performojnë prej orës 7. Oraret janë publikuar edhe në kanalet tona zyrtare të komunikimit, Facebook edhe Instagram, gjithashtu edhe programi zyrtar është i publikuar edhe në këto kanale dhe në webin tonë zyrtar. Dhe ditën e diel, për të bërë një përmbyllje sa më interesante të gjithë këtij aktiviteti të mrekullueshëm, ata vinë paradite. Edhe diela është pak më easy, edhe të gjithë familjarët bashkë me fëmijët mund të kenë mundësinë që ata të cilët në orët e mbrëmjes nuk kanë të mundësinë ta ndjekin nga afër. Është perceptuar që edhe ky event përmbyllet në mënyrë të mrekullueshme paradite, që të gjithë kanë mundësinë të shohin nga afër këto demonstrime spektakolare. Fantastike, për më tepër që koha, temperatura do të jenë në favorin e Panajërit. Që më thënë është ajo çka ne presim, pra ditë pranvere të bukur, kohë mirë. E vërtet. Mjafton thjesht kemi dëshirën të dalim bashkë me miqt, familjarët edhe për të përjetuar disa emocione shumë bukura.